Bizneset shqiptare vijojnë të marrin kredi kryesisht për të mbuluar nevojat e menjëhershme financiare dhe jo për investime afatgjata. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë për periudhën 2016-2025 tregojnë se pjesa më e madhe e huave të reja të korporatave jo financiare private të marrë në muajin gusht janë përdorur për overdraft dhe kapital qarkullues, duke dëshmuar vështirësi të vazhdueshme në likuiditet. Në vitin 2025 shuma totale e huave të reja të marra nga bizneset arrin në rreth 30.9 miliard lekë. Overdrafti përbën një pjesë të konsiderueshme duke kapur mbi 7.6 miliard lekë, ndërsa kredit për kapital qarkullues shënojnë rreth 6.4 miliard lekë. Ky orientim tregon se kompanitë fokusohen më shumë tek sigurimi i xhiros së përditshme sesa tek zgjerimi i aktivitetit. Pra huamarrja nuk shkon kryesisht për zgjerim strategjik, por për mbijetesë dhe ruajtje të qarkullimit të përditshëm. Një element i veçantë për vitin e fundit është rritja e ndjeshme e kredive për blerje pajisjesh, të cilat kapin mbi 12 miliard lekë, duke sinjalizuar një val investimesh në modernizimin e teknologjisë dhe pajisjeve. Në të kundërt, kredit për pasuri të paluajtshme që në vitet e mëparshme arrinin nivele shumë të larta, në vitin 2025 kanë rëndjeshëm në rreth 4.6 miliard lekë. Megjithatë, ajo që bie më shumë në sy është se huat për hapjen e bizneseve të reja dhe për investime në instrumenta financiare pothuajse mungojnë gjatë gjithë periudhës analizuar. Kredia për çelje biznesi është një peshë modeste dhe të portofolit të kredisë për sipërmarrjet private në vend. Zakonisht hapja e bizneseve të reja mbështetet rrallë nga bankat tregtare për vetë faktin se mungon historiku i biznesit, që i mundëson bankës vlerësimin e performancës për të vlerësuar stabilitetin dhe aftësinë për të shlyer kredit.